Allahu Manushëm urdhon e thot në Kur'an, në një ajet kuranor të cilën e ka përmend edhe për ditën e Kiametit, po e ka përmend edhe në dynja. Ditën e Kiametit Allahu Manushëm do t'i pyes njerëzit direkt pas ringritjes ose ringjalljes. Kem labithtum fil ardi adad sinin? Sa shumë vite keni jetuar në tokë, pra në dynja? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Do të thonë me një herë kemi qëndruar një ditë ose një gjysmë. Këtë ajet kuranor Allahu Manushëm e sjell tek sura Kehf, por tashmë në një kontekst tjetër, në një ngjarje tjetër, jo për dynjë, ahiretin, për dynjë. I pyet Allahu Manushëm ose më drejt, Allahu Manushëm tregon se ashabul Kehf ose banorët e shpellës e pyetën njëri tjetrin. Thanë sa ditë mund të kemi flet. Ndërkohë që kishin flet me 390 vite hënore ose 300 vite diellore. Dhe do të thonë kemi flet një ditë ose një gjysmë dite. Pejgamberi sa selam thot mos e shani kohën se Allahu Manushëm është koha. Se Allahu Manushëm është koha. Natyrisht duke qenë se jemi në fund të vitit 2025, ka hik një vit dhe dal po futemi tek viti 2026 në aspektin e kalendarit gregorian ose diellor. Ja vlen të rikujtojmë veten tonë dhe ju pra të kujtojmë një tjetrit rëndësinë e kohës. Po t'i qasëm i Kuranit nuk do gjejmë as në Kuran as në Sunet ndonjë përkufizim si logjistik ose logjik. Sepse Allahu Manushëm në Kuran nuk merret me përkufizime. Sepse ajo që u jep vlerë gjërave është mënyra se si ndërtojmë marrëdhëniet me to, se si jetojmë në jetën e përditshme. Për shembull, po të marrim çështjen e arsyes. Është lodh filozofia, është lodh me një disiplina e logjikës duke e përkufizuar arsyeën dhe logjikën, ndryshime mes arsyes dhe logjikës. Në fund kur i qaset Allahu Manushëm kësaj teme në Kur'an, e ngren në nivelet më të larta të treguar si përdoret ajo. Ajo është arsyeja, është logjika është. Dhe kjo është një nga gjërat që e dallon njeriu, muhabeti është se si më e përdor. Dhe Allahu Manushëm nuk na humb kohë fare, madje as Kur'an as pejgamberi Sunet duke na treguar se cili përkufizim është më i mirë apo cili më i keq. Po na tregon se për çfarë na hyn punë arsyeja. Duke na thënë që arsyeja është shtrati i kujt? Shtrati ose pista ku zbret fjala e Zotit dhe është laboratori që përpunon fjalën e Allahut Manushëm në aspektin e kuptimit të saj dhe në aspektin e përgatitjes së saj për ta zbritur në terren. Kështu është edhe puna me kohën. Allahu Manushëm në Kur'an apo pejgamberin Sunet alayhisalatu wassalam nuk na humb kohën duke na fol për përkufizimin e kohës. Apo duke na thënë disa përkufizime, por me njëherë na tërheq vëmendjen tek çfarë? Tek jeta me kohën, ose jetësimi i saj, ose mënyra e shfrytëzimit të saj. E para gjë, duke e lidh me qëllimshmërinë madhore që është takimi me Allahun Manushëm ditën e Kiametit. Allahu Manushëm dynjan ose kohën që e kalojmë dynja, Allahu Manushëm na jep si mundësi dhe si shans për të fituar kënaqësinë e Allahut Manushëm në botën tjetër. Wa min an-nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ka prej njerëzve që kërkojnë dynja, o Zot vetëm na jep. Pse çfarë pastaj a mirë a keq, halal haram e rëndësishme të kemi. Thot ata në ahiret nuk ka asnjë pjesë. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Dhe ka prej njerëzve që thonë o Zot na jep të mira në dynja dhe të mira në botën tjetër hasane. Do thot me fjalë diçka që e ka vlerësuar Zoti të mirë. Edhe në botën tjetër na jep të mira dhe na mbrojë nga zjarri i xhenemit. Këta thot Allahu Manushëm do të kesh problem pafund. Allahu Manushëm është i shpejt në hesab dhe në llogari. Allahu Manushëm na e barazon kohën me çfarë? Me vetë jetën e njeriu. Wal asri innal insana lafi khusr. Betohem në kohën thot Allahu Manushëm, njeriu është me të vërtetë në humbje. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Përveç atyre që ditën ta shfrytëzojnë kohën. Dhe këtu kemi një lidhje të çuditshme mes kujt? Mes kohës dhe shpëtimit dhe shkatrimit të njeriu. Që do të thotë për të na përcjellë mesazhin Allahu Manushëm që ai i cili ditë ndërtoi marrëdhënie të sakta me kohën, koha do të shërbejë për shpëtim. Dhe ai i cili me një fjalë, ai i cili nuk ditë ndërtoi marrëdhënie të sakta me kohën, koha do të jetë për të shkatrim. Mesazhi i parë, mesazhi i dytë na thot Allahu Manushëm, o robi i Zotit, ti je vetë koha, ose me fjalë koha është barabartë me çfarë? Me jetën tënde.
Edhe nëse do me qeni suksesshëm në matjen e kohës, shife se si po sillesh me veten tënde. Sepse Allahu manushëm, tek Allahu manushëm koha nuk ka dimensione. Pra Allahu nuk ka, le themi, nuk ka matje, ne masi me ditë, edhe me natë, masi me javë, me orë, me minuta, me sekonda, me qindrat e sekondës, e masi me muaj, me vite. Tek Allahu manushëm me fjalë gjithçka që duhet ekzistoj, tek Allahu manushëm ekziston. Inna ma amruhu idha arada shay'an yaqulu kun fayakun. Çështja e Zotit kur do më bëj diçka e thot bëju dhe bëhet sa kaq tek Allahu manushëm nuk ekziston koha. Allahu manushëm nuk ka vend dhe kohë, nuk ka dimension kohore dhe vendor me cilën matet. Sepse Allahu manushëm është i papërcaktuar. Kurse neve Allahu manushëm na e ka dhënë, le të themi konceptin e kohës, edhe konceptin e kohës ne, se kemi produktin ton, Allahu manushëm na e ka futur në natyrë. Në atë fitrën ton, konceptin e kohës. Për çfarë? Për të bashkëvepruar sakt me të. Me pun krahun tjetër na thot Allahu manushëm, që se realisht të shqetëson fakti se si me mat kohën, shife se si je duke shfrytzuar. Pra i thak koha me vlera dhe koha me dimensione, si pas punës dhe aktivitetit tanë në aspektin e llojit dhe të sasisë. Prandaj, do të gjesh në histori njerëz që kanë jetuar 30 vjet ose 40 vjet, por fatikisht kanë jetuar më shumë se sa ata që kanë jetuar 120 vjet. Sa njerëz mund të kenë jetuar në dynjan 120 vjet, edhe 150, 80, 90, nuk u adin kush emrin sot. Sa për njerëz mund të kenë jetuar më pak se 40 vjet, si shumë prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Megjithatë i kujton historia deri në ditën e Kiametit. Pse? Sepse me fjalë ditën si të jetojnë. Dhe koha për tu u bë përjetësi, edhe në dynjë. E për ta, koha mori çfarë? Dimension të përjetshëm. Pra vazhdimisht përmenden. Edhe në aspektin e sevapit, vazhdimisht marrin sevap. Sepse krijuan modele. Krijuan modele të cilat zbatohen deri në ditën e Kiametit. Pra ne dhe Allahu manushëm na thot wal asr, betohem në kohën. Innal insana lafi khusr, njeriu është në humbje. Po çfarë ka kjo me kohën? Po arsye me fjalë se humbja dhe shpëtimi dhe fitoria varet nga ajo se si njeriu e jeton jetën e tij, domethënë shfrytëzon kohën e tij në aspektin sasior dhe në aspektin cilësor. Prandaj dhe Imam Shafiu na thot, nëse Allahu manushëm do të kishte zbrit njerëzimit, vetëm këtë sure do të kishte mjaftuar. Sura Asr. Sepse na tregon me fjalë se ç'është jeta e njeriu, ç'është njeriu. Njëkohësisht na jep edhe menhexhin ose metodën e të jetuarit të saj dhe të realizuarit të saj. Innal insana lafi khusr, njeriu është në humbje. Përveç kujt? Illa alladhina amanu wa amilus salihat, përveç atyre që besuan. Edhe besimin e tyre e shndruan nga pretendim në vepër, në akt, në realitet. Wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Edhe qëndrimi i tyre ishte gjithmonë me të vërtetën, po duke qenë se qëndrimi me të vërtetën ka sfida dhe sprova. Rruga e të vërtetës është sa e lavdishme dhe e bukur, aq që dhe e vështirë. Ata njëkohësisht u porositën ose rekomanduan një tjetrin për sabër, për durim. Sepse njeriu është sjellë në dynja për të jetuar kohën me Zotin, mirë, rruga është sa e shkurtë aq edhe e gjatë. Sa e bukur dhe e lavdishme aq edhe e vështirë, prandaj patjetër duhet edhe çfarë? Edhe durim. Dhe normalisht sura Asr është një shkollë e madhe, madje një universitet i madh që s'ka filozofi në botë që i afrohet në aspektin e aftësisë për ta shpjeguar jetën e njeriu. Pejgamberi alayhis salam, me sa duket ka dëgjuar nga ndonjëri prej sahabëve të tij duke shah kohën, siç bëjmë ne sot. Kanë ardhur kohë të këqija, kohë të vështira, kanë ndryshuar brezat. Ko beter me e tjera më radhë. Kohët tona, tash i kanë kohë tjera. Thot pejgamberi alayhis salam, la tasubbu ad-dahr fa inna Allahu ad-dahr. Mos e shani kohën se Allahu është kohën. Çfarë aspekt në Allahu është kohë? Sa po tham pak më sipër se Allahu manushëm nuk ka koha lidhje me Allahun, se Allahu nuk ka kohë. Për të na thënë Allahu manushëm, edhe me vërtetë, edhe ky hadith me një shkollë shumë e madhe. Prandaj e kemi thënë edhe në hutbet tjera o xhamat, një nga arsyet madhore pse Allahu manushë e ka bërë kaderin shtyllë të besimit, është se kaderi është mënyra e vetme për ta shpjeguar jetën për shpjeguar të shkuarën dhe veçanërisht të ardhmen. Dhe veçanërisht me ato ngjarje që nuk na pëlqejnë, atë tista.
Janë titha, shumë gjarë, me fa janë titha njëtë. Me gjitha të në thotë Allahu manushëm, latë su bu dherë, fejnë Allahu e dherë. Mos e shani kohën sa Allahu është kohën. Në kuptimin asnjë gjë nuk ndodh në jetën tuaj, edhe individuale dhe shoqërore, këtu e mendoj o xhamat, përveç se me kaderin e Zotit. Mi pa Allahu manushëm, a bën ndonjëherë kader të keq? Kjo është një përgjigje që ne duhet t'i japim vetes nëpërmjet shtyllës kaderit. Allahu manushëm nuk bën kader keq asnjëherë. Mi pa atëherë nga çvaret. Kjo varet nga mënyra se si pozicionohemi ne me të. Në çfarë aspekt? Nëse ne me fjalë do ta shfrytëzojmë kohën për të ndërtuar marrëdhënie të sakta me kaderin e Allahut manushëm në kohë. Sado i dhe tjetë kaderi, ne kohës do t'i marrim vetëm se çfarë? Vetëm se të mirën. Dhe çdo lloj kaderi ne do të na mundsojë që maksimalisht të afrohemi me Allahun e manushëm, me Zotin e gjithësisë, edhe do ta gjesh këtë lloj njeriu që e para nuk ka kohë, koha i duket pak edhe pse është shumë. Edhe e dyta gjë me ai ngopet së shfrytzuar edhe u kënaq me kohën, duke i marrë kohës më të mirën, edhe pse ngjarjet mund të jenë shumë të dhimbshme. La tasubbu ad-dahr, fa inna Allahu huwa ad-dahr. Mos e shani kohën se Allahu manushëm është vetë koha. Do thotë çdo gjë me që ndodh në ju dhe rreth jush është dhuratë për Allahut manushëm, siç thotë edhe Imami i nderuar Abdul Qadir Xhilani. Thot mos e shani kohën dhe mos e shani kaderin dhe mos i shani ngjarjet, se gjitha ato pa përjashtim janë dhurata për Allahut të manushëm, me të cilat Allahu manushëm do me të nalcu grada tek urtësia e tij dhe tek kënaqësia e tij. Prandaj me fjalë, ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kuron këtë fenomen realisht i cili është fenomen. Fenomeni i kujt i qasjes negativiste dhe pesimiste ndaj kohës. Kanë ardhur kot këqija, nuk bën, nuk ja vlen, e tjera me radhë. Për të na thënë Allahu manushëm që Allahu manushëm të ka kriju që ti jesh vazhdimisht aktiv në kohë. Vazhdimisht aktiv në kohë dhe gjithmonë ta kërkosh problemin ku tek vetja, apo njëkohësisht edhe zgjidhjen tek vetja. Çfarë thot Allahu manushëm ke sura Asr, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ata rekomanduan një tjetrin me hak, me të vërtetë dhe me durim, për të na thënë Allahu manushëm se bashkëveprimi me kohën ka nevojë çfarë? Për durim. Ata që realisht duan me bë mirë në dynja dhe duan me ndryshu pozitivisht në dynja kanë nevojë për durim, sepse Allahu manushëm ka urtësinë e vet në ngjarjet që ndodhin në tokë. Dhe një nga gjërat për cilët duhet studiu koha e shkuar, që do të thotë është historia e cila vetvete përbën një tretën e Kuranit, është për të kuptuar se si janë nalcu ata që kanë ditë ndërtojnë marrëdhënie të sakta me kohën, dhe se si janë poshtru ata që kanë ditë të ndërtojnë që nuk kanë ditë ndërtojnë marrëdhënie të sakta me kohën. Dhe ne për këtë çështje folëm bollo xhamatet, vazhdojmë të flasim prap edhe hutbën e kalume. Kanë menduar dhe vazhdojnë të mendojnë disa njerëz se me fjalë xhenetin e tyre do ta ndërtojnë në dynja. Ama harojnë se veçoria e kësaj kohës dynjas është e çfarë? E kufizuar, dynja është e kufizuar, është e përkohshme, është e limituar. E para dhe e dyta është befasuese, është befasuese. Arsyeja tjetër me sepse duhet studiu koha e shkuar ose historia është për të kuptuar se si Allahu manushim i ka nalcu robët e tij, besimtarët, ata që dinë qëndrojnë me të vërtetën dhe dinë sakrifikojnë për të vërtetën, dhe se si Allahu manushim u ka ngrit kurthe aty në me fjalë që natë e ditë punojnë për të ngritë kurthe njerëzisë. Wa yamkuruna është e çuditshme, wa yamkuruna wa yamkurullah. Ata bëjnë komplote, Allahu manushëm bën komplote kundër tyre. Wa yakiduna kaydan wa yakidu kayda. Ata bëjnë komplote, Allahu më pra një sinonim tjetër. Ata bëjnë komplote, Allahu manushëm bën komplote kundër atyre. Famahil al-kafirina amhilhum ruwaida. Prandaj me fjalë jepu kohë qafirave, pra komplotistëve, edhe me fjalë vonoi pak. Domethënë çfarë? Për të na thënë Allahu manushëm, mos u çudit shumë nga jetëgjatësia e zullumit. Sepse ati me fjalë që është amëltu zullumi. Dhe ati që Zoti ka dhënë bereqet në zullum, nuk po i bën gjë tjetër përveç se çfarë? Momentin që do i vendosi gurin e fundit çatisë së zullumit, ka për t'u shem zullumin kaptinën e tij nga themelet. Nga themelet. Allahu manushëm digën e popullit të Sebeit, të cilët i ran hasha mirësisë Allahut manushëm, u ashembi nëpërmjet kujt? Nëpërmjet mijëve të tokës. Ose nëpërmjet urrithëve. Diga ishte digë me ja vepër
le të themi arkitekturore jashtëzakonshme. Ka qenë e mrekullueshme. Edhe ata që e kanë studiu, thonë që ka qenë një vepër jashtëzakonshme. Pa aq e jashtëzakonshme dhe e fortë ka qenë sa që mendonin edhe ehlu sebe, që ajo nuk do shembet asnjëherë, kaq e fortë ishte. Dhe ka njerëz në dynjë sot me që ndërtojnë në atë lloj forme që mendojnë që nuk shembet asnjëherë, deri në ditën e Kiametit. Allahu manushëm dërgoi mit ose urrith në themelin e digës dhe fillon duke i brejt me ato gurt një nga një. Në sipërfaqe duke mrekulli e pacënueshme. Aman themel fat Allahu bunyanahum min al-qawaid. Çka përshkrimin për Allahu manush. Allahu manushëm ndërtesës së tyre ju erdhi nga themelet. Ku është problemi i të drejtës, i ndërtesës së të drejtës? Sepse ndërtesa e të drejtës në përgjithësi, madje në mënyrë absolute gjithë rastet, nëse goditet në murret e saj dhe mund t'i shkërmoqen disa tulla po që ti i shef dhe prapë rregullon. Ndërtesa e të drejtës asnjëherë nuk mund të shuhet nga themelet. Nuk mund të cënohet nga themelet sepse themelet i ka tek Allahu manush. Kurse ndërtesa e zullumit, siç na thot historia, shembjen e saj e ka nga themelet e ti nuk e kupton. Edhe ai që mahnitet me ndërtesën e zullumit mendon se tashmë ka arrit kulmi dhe mund të bëj me robët e Zotit çka doj. Mirë, por kur vjen momenti që e ka përcaktuar Allahu manushëm, s'ka gjë që e ndalon me fjalë shembjen e madhe, sepse zullumi është shumë i madh. A e ndal dot kush me fjalë ujin e madh? Ato qindra apo miliona, si me thënë, tonelata ujë apo metër kub ujë, si ndal dot. Po ushem ajo diga, ajo merr me fjalë dhe përfshin çka përpara. Të dyja këto modele na i sjell Allahu manushëm në kohë, për të na thënë Allahu manushëm, o robët e Zotit, ju që e keni vendosur me jetu me Zotin, jetoni deri në fund. Mos ju bëj me fjalë shtesa e madhe ose zullumi i madh të mendoni se ne po ja fusim kot. Ka njerëz në dynjë, që e duan të mirën, i besojnë të vërtetës. Madje në momente të caktuara me tjetrës mund të kenë dhënë shumë për të vërtetën. Mirë, po kushtohet zullumi shumë dhe shtohet shumë e keqja, mendojnë me çfarë, u duket vetja të vegjël. E thonë që kemi lot kot. Ma mi të shofim punën tonë, atë shpinë tonë, ato terezin tonë me i fjalë, mos me emër gjithë se nuk ja vlen, le t'i lam këto idealizmat e mdhaja. Nuk kemi për të shliruar dynjan, Allah, subhanallah. Po sikur të kishte mendu kështu pejgamberi Muhammed a.s. Po sikur të kishte mendu kështu me fjalë Nuruddin Zenki, Zoti e mëshiroft, 30 vjet para se shlirohet Kutsi e ndërtoi minberin. Ko xhamat, e ndërtoi minberin 30 vjet para se shlirohet Kutsi. 30 vjet. Por para e glendi me durët e veta, pa asnjë gosht, vetëm gjithçka dru. Krye vepër. Edhe meraku më i madh që kishte Salahuddin Ejubi kush ishte? A do e vendosi këtë minberin e Nuruddin Zenkit me fjalë aty ku e kishte pran Kuts. Dhe një nga gëzimet më të mëdha që ka përjetuar Salahuddin Ejubi, ai çlirimtari i madh Zoti e mëshiroft, ishte kur e çoi emanetin e Nuruddin Zenkit në vend, e mori minberin. Edhe në 1960 o xhamat, këta bite e majmunave dhe derrave që po kryen sot e dogjën minberin. Po mi çlidhi kemë minberin. Sepse ai minberi kujton shumë o xhamat. Çau kujton të njerëzis ai minberi? Se vazhdimisht faqet dheut ka për atyre që jetojnë me drejtë dhe me të vërtetën në kulmet e marrëdhënieve me të, edhe kur dynjaja përreth është e errësuar nga zullumi. Ka njerëz që e kanë kuptuar të vërtetën dhe gjithmonë shohin dritë, madje më fjalë shohin shumë larg dritë, edhe nëse rreth tyre ka errësim të madhe. E para dhe e dyta, gjithmonë ka për të pasur ndër njerëzin njerëz me ambicie të larta. Dhe gjithmonë ka për të pasur ndër njerëzin njerëz që besojnë fort se ajo çka ju kërkohet atyre është thjesht të dinë të pozicionohen me të vërtetën, se zullumit Allahu manushëm ja ka bërë planet, dhe sado e madhe të jetë ndërtesa e zullumit, do të vijë momenti që do shembet. Dhe atë ditë me lejen e Allahut manushëm kanë për të ndan njerëzit ashtu siç u ndan kuru përthith Karuni me popullin e tij nga toka, u ça toka dhe u thith. Ç'a than? Ata që kishin urut një të gjë që kishte Karuni, than o të mirët ne që pas kemi pas kërku. Kurse ata që ditën me u pozicionu, than elhamdulillah. Falënderimi i takon Allahut manushëm që na shpëtoi me fjalë nga ky lloj zullumi. Një prej dietarëve të mëdhenj musliman thot, nëse të tjerët thonë që koha është si florini
Ne themi se koha është vetjeta dhe ditën e kiametit çdo kush do të ballafaqohet me punën e tij dhe njerëz do ndahen dy pjesë, ata që do gëzohen shumë për mënyrën se si e kanë shfrytzuar pra pozitivisht kohën, pra jetën në dynja, dhe ata që do pezmatohen shumë për mënyrën se si e kanë shfrytzuar pra negativisht jetën në dynja. Prandaj që në momentin që i vije vdekja njeriu me njëherë i drejtohet Allahut Madhërisht dhe i thotë: "O Allah i Madhërisht, më kthe edhe një herë në dynja. La'alli a'malu salihan fima tarakt." Që mbase të kem mundësi me bëj qoftë një punë të mirë në kohën që lash mrapa, pra në dynjan që lash mrapa. Mi pa Allahu Madhërisht thotë: "Kella innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun." Absolutisht jo, ajo është thjesht një fjalë që ai thotë për t'ia lehtësuar pak vetes, kurse tashmë pas i momenti, pra momentit vdekjes do të jenë në barzakh, jetën e varrit deri në ditën ku do të takohen me Allahun e Madhërisht. Mi lutem Allahut Madhërisht që në momentet e vdekjes të jemi për atyre që gëzohen me vdekjen dhe nuk pendohen, nuk hasretohen, sepse me fjalë këta me fjalë që nuk hasretohen por gëzohen janë ata që realisht kanë gëzuar vetdijen e plot për shansin e madh që ka në dynja, qoftë ai sekond, jo një minutë që po, një sekond. Bukur, kurse me fjalë një orë, një ditë, një javë, një muaj, është shans shumë i madh me fituar xhenetin e Allahu Madhërisht Zotë i Gjithësisë. Allahu Madhërisht na bëf prej tyre.